Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Qyteti i Gurt feston 21 vjetorin e përfshirjes në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, një status që e ka shndërruar Gjirokastrën në një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit kulturor në Shqipëri. Me rastin e këtij përvjetori, kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi ka ndarë një video urimi kushtuar qytetit, duke e cilësuar atë një xhevahir të trashëgimisë son kulturore. 21 vite pas përfshirjes në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Gjirokastra është ndërruar në një nga modelet më të suksesshme të ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Investimet e vazhdueshme në restaurimin e banesave karakteristike, monumenteve dhe pazarit historik e kanë kthyer trashëgiminë në një motor zhvillimi për turizmin dhe ekonominë lokale. Në 21 vjetorin e Gjirokastrës në UNESCO, qyteti i Gurit i ka dhënë një dimension të veçantë festimeve, duke ndëruar me titullin qytetar nderi mjeshtrin e madh të polifonisë Roland Tchenko dhe fotografin Roland Tasho. Vlerësimi është një shprehje mirënjohje për kontributin e tyre të çmuar në art, kulturë dhe promovimin e identitetit kulturor shqiptar, në një ditë që kremton vlerat universale të trashëgimisë së Gjirokastrës. Në një kohë kur shumë të rinj largohen nga fshati, 23 vjeçari Avni Beqari nga Nepravishta e Libohovës ka zgjedhur të investojë në tokën e familjes. Prej 6 vitesh ai kultivon fruta dhe perime, duke e kthyer pasionin për bujqësinë në një aktivitet fitimprurës, duke bërë historinë e tij një shembull suksesi për të rinjt në zonat rurale. Ju njohim tani më gjërësisht. Qyteti i Gurt feston 21 vjetorin e përfshirjes në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, një status që e ka shndërruar Gjirokastrën në një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit kulturor në Shqipëri. Shtëpitë karakteristike prej Guri, kaldrëmet, pazari historik dhe monumentet e shumta vijojnë të tërheqin vizitor nga e gjithë bota, duke dëshmuar vlerat e rralla të këtij qyteti muze. Me rastin e këtij përvjetori, kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi ka ndarë një video urimi kushtuar qytetit, duke e cilësuar atë një xhevahir të trashëgimisë son kulturore. Në mesazhin e tij ai shkruan: Gjirokastër të qesh nuri me shtëpitë prej Guri, të qëndisura nga dora e kohës dhe mjeshtëria e brezave. Ato mbartin një histori krenarie që sot feston 21 vite në UNESCO. Gëzuar Gjirokastër, xhevahiri i trashëgimisë son, një urim që përkon me një moment të rëndësishëm për qytetin, i cili prej 21 vitesh mban me krenari vullën e UNESCO-s dhe vijon të promovojë historinë, kulturën dhe identitetin shqiptar në arenën ndërkombëtare. 21 vite pas përfshirjes në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Gjirokastra është ndërruar në një nga modelet më të suksesshme të ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Investimet e vazhdueshme në restaurimin e banesave karakteristike, monumenteve dhe pazarit historik e kanë kthyer trashëgimin në një motor zhvillimi për turizmin dhe ekonominë lokale. Vetëm gjatë këtij viti, kalaja e Gjirokastrës ka mirëpritur rreth 130.000 vizitor, duke konfirmuar interesin në rritje për qytetin e Gurt. Sot mbushen plot 21 vite nga dita që Gjirokastra, apo siç njihet ndryshe qyteti i Gurt, u përfshi në listën e trashëgimisë botërore UNESCO. Në gjithë këto vite, ky qytet ka qenë në vëmendjen e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore, e cila ka ndërhyrë për mirëmbajtje dhe restaurim të një pjese të monumenteve. Vendosja në këtë listë është një përgjegjësi e madhe, pasi në vetvete Gjirokastra nuk është më e brezave të kaluara, por duhet të trashëguar edhe brezat e ardhshëm. Drejtoria rajonale të trashëgimisë kulturore gjatë gjithë kësaj kohe ka bërë disa ndërhyrje shumë të rëndësishme në ruajtjen e vlerave të këtyre monumenteve të kulturës, pra me listën e 2015 janë 392 monumente kulture, pra në rreth 1000 banesa që ndodhen brenda qendrës historike, të cilat gëzojnë statusin e mbrojtjes apo rregullohet të veçantë për ndërhyrjet e tyre. 392 janë monumente kulture brenda kësaj qendrës historike apo zonës mbrojtëse të saj. Ndërhyrjet janë kryer në të gjitha elementet e banesës. Gjithashtu, paralelisht punohet dhe me aspekte shkencore, pra brenda drejtorisë apo dhe strukturave organizatave jo fitimprurëse apo edhe institucionet e tjera të ndryshme universiteteve, kryen studimet në lidhje me Gjirokastrën, me elementet e banesës, të cilat më pas dokumentohen apo dhe ruhen. Ky qytet ka pasur edhe investime të mëdha nga qeveria shqiptare, që nga restaurimi i pazarit, kaldrëmeve të gurta e të tjerë, duke ruajtur identitetin e tij dhe duke sjellë edhe një zhvillim të turizmit.
Gjirokastra nuk është më sipas para 21 viteve, kur vendos në UNESCO, numri vizitorëve është tejet i lartë. Sot po flasim çdo ditë ka një numër të lartë vizitorësh, po dhe shumë banesa të cilat janë kthyer në bujtina apo dhe në muze, po do të thoja. Ka sfida të mëdha për të përballuar. Gjithashtu dhe ndryshimet klimatike apo dhe degradimi i banesave apo dhe abandonimi i tyre për shkak të parcializimit të pronësisë të tyre është një sfidave e drejtorisë rajonale apo dhe gjithë institucionet të cilat kanë lidhje me qytetin e Gjirokasës. Ne doja të bëja edhe një thirrje që të jemi të kujdesshëm që të ruajmë këtë qytet, të trashëgojmë brezave pasi është një nga vlerat jo më kombëtare, por botërore për shkak të statusit të kësaj zone. Në zonën historike dhe atë të mbrojtur në Gjirokastër numërohen rreth 73 monumente të kategorisë së parë dhe 323 monumente kategorie 2. Monumenti më i vizituar mbetet Kalaja, e cila gjatë këtij viti është vizituar nga mbi 130.000 vizitorë. Në 21 vjetorin e Gjirokastrës në UNESCO, qyteti i Gurt i ka dhënë një dimension të veçantë festimeve, duke nderuar me titullin e qytetar rënderi mjeshtrin e madh të polifonisë Roland Çenko dhe fotografin Roland Tasho. Vlerësimi është një shprehje mirënjohjeje për kontributin e tyre të çmuar në art, kulturë dhe promovimin e identitetit kulturor shqiptar në një ditë që kremton vlerat universale të trashëgimisë së Gjirokastrës. Gjirokastra 21 vite në UNESCO. Me këtë aktivitet, qyteti Gurt startoi programin dedikuar përfshirjes së qytetit të Gurt në listën e trashëgimisë botërore. Për kontributin e dhënë në vite për promovimin, rjetësimin dhe transmetimin e breza të vlerave karakteristike të qytetit të Gjirokastrës, pjesë e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s, Bashkia Gjirokastrën nderoi me titullin qytetar nderi i Gjirokastrës fotografin Roland Tasho dhe mjeshtrin e polifonisë Roland Çenko. Tituj këto që u dorëzuar nga kryetari i Bashkisë Flamur Golemi e prefektja e Qarkut Alban Hasanaj. Na qesh nurin e të gjithëve në të ditë shënuar për Gjirokastrën, e mbi të gjitha kjo Gjirokastra që kemi sot është saj të gjirokastritëve, të atyre që ndërbreza kanë bërë gjithçka për të qytet, edhe që jemi të nderuar, që kemi qytetar nderit Gjirokastrës Roland Çenko. Faleminderit Këshillit Bashkiak, faleminderit kryetar, faleminderit bashkisë, faleminderit gjithëve edhe gëzuar këtë ditë të bukur sot. Faleminderit. Sot kryetari i Bashkisë, Këshilli Bashkiak ka vendosur që të nderoj dy prej atyre që kanë gjurmuar fort dhe e kanë sjellë Gjirokastrën të gjallë me traditat, kulturën dhe gjithë atë çfarë ajo përcjell, jo vetëm brenda kufinjve, por edhe jashtë tyre. Dhe këtë më së miri e ka bërë një prej ambasadorëve që këtë jehon të traditave ka ditur ta përcjell dhe ta paraqes jo vetëm brenda qytetit të Gjirokastrës, por edhe jashtë kufinjve tanë. Unë së bashku ftoj këtu edhe kryetaren e Këshillit Bashkiak, nderë për mua ta kem në krah për të dhënë një titull, i cili i jepet zotit Roland Tasho. Do të falenderoj bashkinë, kryetarin, i cili është gjithmonë besamirës, mirënjohës, por edhe pritës i aktiviteteve të mia kryesisht. Njëkohësisht Këshillin e Qarkut, që i lavdëroj për pranimin dhe për ftesën. Gjithsesi, do të kontributin tim do ta vazhdoj me Gjirokastrën dhe njëkohësisht do të jap një album, do të dhuroj një album të Gjirokastrës. Tasho me këtë rast çeli një ekspozit ku prezantoi foto të shkrepura gjatë festivalit folklorik të vitit 1988. Kur unë sapo kisha filluar punë, dhe ishte nga kronikat e para, reportazhet e para që unë bëhet fjalë për festivalin folklorik të 1988. Siç ishte ajo periudhë me fjalë që jepte shumë rëndësi këtij festivalit, shumë i organizuar dhe më kujtohet shumë mirë që qëndrova gati një javë sa zgjati festivali, si fotograf i revistës Sylli, një revistë shumë e rëndësishme e kohës, dhe që atëherë më mbeti kjo dashuria, vajtja ardhje për Gjirokastrën, por njëkohësisht edhe duke rilexuar kronikë në Gur, qyteti pa reklama,
të sokaqet e bukura, kalaja të tjera dhe mbas 38 vitesh hapë këtë ekspozit. Kjo është era parë që hapet dhe për këtë më vjen mirë me fjalë sepse kujtesa është e rëndësishme, mbase nostalgjia, po kujtesa e rëndësishme të shikojmë edhe festivalin, organizimin e festivalit me këngët, me veshjet serioze, por njëkohësisht edhe si ishte qyteti ose qafa e pazarit në atë periudhë. Festimet për këtë datë e veçantë për Gjirokastrën do të vijojnë në mbrëmje, ku artistët popullor të Kavajës do të ndezin atmosferën me numrat e tyre artistik. Kam përfunduar punimet e rehabilitimit në aksin rrugor Shian Delvin, si dhe në rrugën lidhëse me fshatin Vergo, duke e sjellë këtë segment në standardet e kërkuara të sigurisë rrugore. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, investimi ka përmirësuar ndjeshëm kushtet e qarkullimit, duke ofruar një akses më të shpejt dhe më të sigurt drejt qyteteve të Delvinës dhe Sarandës. Ndërhyrjet synojnë në rritjen e sigurisë për drejtuesit e mjeteve, uljen e kohës së udhëtimit dhe lehtësimin e lëvizjes së banorëve dhe vizitorëve. Projekti të ketë ndikim pozitiv edhe në zhvillimin ekonomik e turistik të zonës, pasi përmirëson në lidhjen mes komuniteteve dhe krijon kushte më të favorshme për transportin e mallrave, shërbimeve dhe fluksin e turistëve gjatë sezonit veror. Segmenti rrugor nis në rrethrotullimin e fshatit Shian dhe përfundon në qytetin e Delvinës, duke përbërë një nga akset kryesore të lëvizjes në jug të vendit. Përfundimi i rehabilitimit konsiderohet një investim e rëndësi për infrastrukturën rrugore dhe zhvillimin e mëtejshëm të kësaj zone. Ksamili vijon të jetë në kulmin e sezonit turistik, duke tërhequr çdo ditë vizitor nga vende të ndryshme të botës. Plazhet me ujërat e kristalta, ishujt karakteristik dhe natyra e mrekullueshme e kanë kthyer këtë perlë të jugut në një nga destinacionet më të kërkuara të verës. Turistët vlerësojnë jo vetëm bukuritë natyrore, por edhe mikpritjen, shërbimin dhe kuzhinën vendase, element që i motivojnë të rikthehen sërish. Ksamili mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj gjatë kësaj periudhe verore. Plazhet me ujërat e kristalta dhe ishujt karakteristik vazhdojnë të tërheqin vizitor nga vende të ndryshme të botës, duke e kthyer zonën në një pikë kyçe të turizmit në jug të vendit. Ksamili është një nga vendet më të bukura që kemi vizituar deri tani. Deti është jashtëzakonisht i pastër dhe ngjyrat janë mahnitëse. Është një destinacion perfekt për pushime, ku mund të relaksohesh dhe të shijosh çdo moment pranë ujit. Na pëlqen shumë atmosfera këtu, është një vend i qetë me plazhe të bukura dhe ujëra të kristalta. Kemi ardhur për disa ditë dhe mendojmë ta zgjasim qëndrimin, sepse ndihemi shumë mirë. Përveç detit dhe diellit, turistët shprehen të mahnitur edhe nga natyra e bukur që ofron Ksamili dhe zonat përreth, peizazhet, gjelbërimi dhe afërsia me atraksione të tjera historike e natyrore e bëjnë përvojën e tyre më të plotë dhe tërheqëse. Natyra është fantastike, gjithçka është shumë e gjelbër dhe e pastër. Kemi vizituar edhe zona përreth dhe çdo vend ka bukuritë e veta. Është një eksperiencë shumë e veçantë për ne si turistë. Njerëzit janë shumë mikpritës dhe të buzëqeshur. Shërbimi është shumë i mirë dhe ushqimi është shumë i shijshëm. Ndihemi të mirë pritur dhe kjo e bën eksperiencën tonë edhe më të bukur. Një rol të rëndësishëm në këtë fluks vizitorësh luan edhe mikpritja vendase. Shërbimi, kuzhina tradicionale dhe atmosfera miqësore janë element që turistët i vlerësojnë, duke e bërë Ksamilin një destinacion ku shumë prej tyre zgjedhin të rikthehen. Këlqyra po përjeton një sezon turistik mjaft pozitiv me një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve. Natyra e paprekur, kanionet, burimet ujore, traditat dhe mikpritja po e bëjnë këtë zonë një nga destinacionet gjithnjë më të preferuara për turistët të vendas dhe të huaj. Bukuritë natyrore dhe atmosfera e qetë po e kthejnë Këlqyrën në një nga pikat më tërheqëse të jugut gjatë muajve të verës. Sezoni veror ka sjellë më shumë lëvizje turistike në Këlqyr, ku vizitorët zgjedhin të kalojnë fundjavën larg zhurmës së qyteteve, mes natyrës, historisë dhe mikpritjes karakteristike të zonës. Sipas specialistes së turizmit në Bashkinë Këlqyr, Eglantina Zeqiri, këtë vit është regjistruar një rritje prej 35% e vizitueshmërisë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ajo thekson se interesi për destinacionet natyrore dhe përvojat autentike po rritet nga viti në vit. Zona jonë po tërheq gjithnjë më shumë një numër të lartë turistash vendas dhe të huaj. Kryesisht në këtë zonë fluksi i lartë i vizitorëve janë ata çek, polak, italian, gjerman. Kemi një destinacion turistik fantastik për turistat vendas dhe të huaj.
për të kaluar fundjava të bukura me familjarët. Një trend në rritje është dhe ai aventurës me biciklet, hiking dhe ai lumor. Gjithashtu dhe atraksione turistike mbartin një numër të konsiderueshëm turistash. Përveç bukurive natyrore, vizitorët tërhiqen edhe nga monumentet e trashëgimisë kulturore, gatimet tradicionale dhe aktivitetet që ofron zona. Bashkëpunimi mes institucioneve vendore, bizneseve dhe komunitetit po ndikon në promovimin e kulturës dhe zgjerimin e ofertës turistike. Gjithashtu dhe turizmi familjar po merr përparësi me disa guest house që poshtohen për të pritur turistat vendas dhe të huaj. Vijon një punë e palodhshme për të promovuar vlerat tona historike. Kjo kuptohet nga numri vizitorëve që ka ardhur gjithmonë në rritje. Rritja e numrit të turistëve po sjell edhe më shumë mundësi për zhvillimin e ekonomisë lokale, ndërsa kultura po konsiderohet si një destinacion i rëndësishëm turistik në jug të vendit, duke ofruar një kombinim të natyrës, historisë dhe traditës gjatë gjithë sezonit veror. Në një kohë kur shumë të rinj largohen nga fshati, 23 vjeçari Avni Beqari nga nepravishta e Libohovës ka zgjedhur të investojë në tokën e familjes. Prej 6 vitesh ai kultivon fruta dhe perime duke e kthyer pasionin për bujqësi në një aktivitet fitimprurës, duke e bërë historinë e tij një shembull suksesi për të rinjt në zonat rurale. Që në moshë fare të vogël, Avni Beqari nga fshati Nepravisht i bashkisë Libohov ka qenë i lidhur ngushtë me bujqësinë, duke ndjekur çdo ditë të hatin në punët e tokës. Ajo që për të nisi si një ndihmë familjare, me kalimin e viteve u kthye në një pasion të vërtet. 23 vjeçari nga Nepravishta zgjodhi të mos e braktisë vendlindjen e tij, ndryshe nga shumë të rinj të tjerë, dhe tashmë prej 6 vitesh është angazhuar seriozisht në kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore, duke u fokusuar kryesisht tek frutat dhe perimet. Me përkushtim dhe punë të palodhur, ai ka arritur të krijojë një aktivitet të qëndrueshëm që siguron të ardhurat të mira. Kjo nisi dal me kalimin e kohës, duke shkuar nga brapa babait, duke ndjekur babain me punë. Fillimisht kemi nisur me sipërfaqe të vogla. Më kryesore si fillim ka qenë perimet, ka qenë pjepri shalqini, edhe drithra, themi sipërfaqe të vogla. Pastaj më vonë me kalimin e kohës, duke parë kërkesat, duke parë se kishte edhe interes të lartë, menduam pse mos ta shtonim. Tani për mua është kthyer në një pasion, duke u bërë viti 6 këtë vit që punoj me këto me bujqësinë. Kultivojmë domaten, mësë shumëti, karpuzin, pjeprin, patate, qep, edhe shumë lloje të tjera. Janë gati pothuajse 9 produkte, 9 kultura. Në sa tokë bujqësore? Vetëm me fruta perimet janë gati 3 hektar. Poshtë lart 3 hektar. Pastaj edhe me drithrat gjëra të vogla që mund të bëna 2-3 hektar. Total 6. Unë kam zgjedhur të qëndroj këtu. Tani, po thua se gjithë mosha ime mendojnë televizin. Unë kam menduar që të investoj në vendin tim. Dhe këtu e ndjej veten mirë. I riu nga Nepravishta shprehet se megjithse bujqësia kërkon shumë mund dhe sakrifica, ajo mbetet një punë e bukur dhe e vlefshme. Sipas tij, lidhja me tokën dhe rezultatet që ajo jep janë motivi i madh për të vazhduar përpara. Kujdesi është mjaft i madh, për shkak se është bio. Duan ujitjen çdo gjë me program, kur do bima, jo kur do ne. Është e vështirë bujqësia? Do them të drejtën, në shumë. Duhet të jesh shumë i përqendruar, shumë i fokusuar. Dhe pak dhafe duhet të jesh ta kesh mendje vetëm aty. Sa i përket këtij viti, Avni u tregon se prodhimi ka qenë mjaft i mbar dhe cilësor. Kërkesat për produktet e tij janë rritur ndjeshëm, jo vetëm nga tregtarët, por edhe nga konsumatorët, duke e bërë këtë sezon një nga më të suksesshmit për të. Prodhimi duket mjaft mbar. Edhe konsumatorët janë mjaft të kënaqur me cilësinë e prodhimit, plus edhe tregtarët e preferojnë shumë. Ne më së shumti përpiqemi që të dhe prodhimi ta bëjmë bio, mos të përdorim kimikate, pesticide, në këto gjërat që janë të dëmshme për shëndetin e njerëzit. Ku e tregtoni kryesisht? Kryesisht për momentin tani në zonën e Gjirokastrës. Në për tregtar, dalim edhe vetë që shesim të tregu, të kjo pjesë më shumë.
Historia e Avni Beqarit është një shembull frymëzues si të rinjve që zgjedhin të qëndrojnë pranë tokës dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendlindje. Me punë, përkushtim dhe dashuri për bujqësinë, ai ka arritur të kthejë një traditë familjare në një aktivitet të suksesshëm. Avniu mbetet optimist për të ardhmen, duke synuar zgjerimin e prodhimit dhe përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë, ndërsa u bën thirrje të rinjve që të investojnë në bujqësi, një sektor që ofron mundësi reale për zhvillim dhe qëndrueshmëri ekonomike. Prej më shumë se 26 vitesh Mariana Gonxhe i qëndron besnike një prej traditave më të ëmbla të Përmetit. Me durim, mjeshtëri dhe përkushtim, ajo përgatit glikot e arës sipas recetës tradicionale, duke ruajtur një trashëgimi kulinare që vazhdon të përcillet brez pas brezi dhe të mbetet një nga shijet më të veçanta të qytetit të trëndafilave. Me ardhjen e verës në Përmet nisi edhe sezoni përgatitjes së glikos së arrës, një prej ëmbëlsirave më të veçanta. E njohur për shijen karakteristike dhe procesin e gjatë të përgatitjes, glikoja e arrës kërkon ditë të tëra pune, durim dhe kujdes, derisa merr formen përfundimtare që zbukuron tryezat dhe mirëpret miqt. Në punishtet artizanale të qytetit, këtë ditë po punohet intensivisht për përgatitjen e glikos, çdo hap, nga përzjedhja e arrëve të njoma, pastrimi, zjerrja e derit të përpunimi në shurup, kryhet sipas metodave tradicionale të trashëguara ndër breza. Prej 26 vitesh, Mariana Gonxhe është një prej atyre mjeshtreve që i ka qëndruar besnike këtij zanati. Me përkushtim dhe dashuri për traditën, ajo vazhdon të përgatisë gliko në mënyrë artizanale, duke e ruajtur të pandryshuar recetën që ka bërë këtë ëmbëlsirë simbol të mikpritjes përmetare. Unë kam që në 2000, që merrem me... Mua është artizanat, është gjë e mirë, mua më pëlqen shumë, më pëlqen, e bëj, edhe kam e pasion. Tani e lodhshme është, po kujdesin e do. E do në gjithë drejtimi. E do që kur e merr arën shefja, se ato i marrin ato që janë kanë 40 vjetë që punojnë teknologët, i marrin ato që në fillim sa e marrin. Marrin, bëhet prerja, bëhet gjitha komplet, pasaj që kalon këtu përfundimtare. Është proces i gjatë, proces i lodhshëm, po është i kënaqshëm. Për Marianen, përgatitja e glikos nuk është thjesht një proces kulinar. Ajo tregon se çdo kokër arë kalon në disa faza të kujdesshme për punimi, të cilat kërkojnë kohë. Sipas saj, sekreti nuk qëndron vetëm tek receta, por te dashuria për punën dhe respekti për traditën. Unë kam qenë dhe shitse, kam qenë dhe në artizanat, kam pas shumë profesione, po kjo më ka pëlqyer dhe kam ardhur këtu. Tani që ka arritur te mua për mbushje, nga mua kalon e vazo, si që i mbush në vazo, i mbush me shurup, bën taposjen, pastaj kaloj në sterilizimin atje. Nga sterilizimi dalin, përsëri, bëjmë etiketimin, pastaj bëhet ambalazhimi në fund fare. Ne jemi shumë të pasionuara. Na pëlqen, pa e bëjmë këtë. Na pëlqen. Për mua kjo është diçka artistike. Duhet ta marrësh që në dorë, ta shoh, ta bëj ajo që nuk bën, unë e vendos në një enë tjetër. Vajzat e mia e kanë shumë pasion dhe ato. Që kur kanë qenë të vogla, mbas meje kanë pasion. Edhe sot në një kohë kur prodhimi industrial po zë gjithnjë më shumë vend, artizanet si Mariana Gonxhe vazhdojnë të mbajnë gjallë traditën e përgatitjes artizanale të glikos, duke i dhënë jetë trashëgimisë që për Përmetin është më shumë se një ëmbëlsirë, është identitet, kulturë dhe mikpritje. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashk, mirupafshim.